Edi Rama ka urdhëruar 2 ditë më parë t'i paguen Kunatit 25 milion euro nga tenderi për përmirësim në inteligjencë artificiale që është funë krye, një falsitet. Për shkak, pra, imagjinoni, familja Rama merr për tenderin për përmirësimin e inteligjencës artificiale, se plas inteligjencë artificiale në Shqipëri. 75 milion euro. Dhe duke ditë se akshi mund të bllokohet, sekuestrohet, Rama urdhon Thesarin, urdhon financat, t'i disbursojnë me urgjencë lotin e fundit të parave të pa paguara 25 milion euro nga 75.